Nderuar shikues, ju përshëndes, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Ky është edicioni informativ i orës 15:00, ju njoh menjëherë me zhvillimet kryesore. Dy shqiptarë të Maqedonisë së Veriut të dyshuar se veprojnë kundër interesave të Shqipërisë u shpallën non grata me firmën e ministrit të Brendshëm Besport Lamadari. Imami Bekir Alimi dhe analisti e ish politikani Valon Bela ndalohen të hyjnë ose të kalojnë tranzit në vendin ton për një periudhë 10 vjeçare. 5 të rinj nga Tirana e Kavajo kapën 6 të Sarandës me 2 pistoleta dhe një silenciator. Policia dyshon se ata ishin gati të bënin një atentat. 2 prej tyre, Sidorel Moriseni dhe Alfred Kaja, u kapën ndërsa po nxirrin armët nga makina e tyre pranë banesës së Recep Ismailit, i vrarë në maj të këtij viti. Mister Shënjestra. Një udhëtim prej 900 kilometrash me një biçikletë druri synon të realizojë avokati Arsid Moriqi, i cili është nisur nga Shkodra për të arritur në Athinë brenda 3 ditësh. Ai thotë se kjo nuk është thjesht garë sportive, por një sfidë personale e ndërtuar mbi pasionin për ciklizmin. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian po mbajnë një takim online të thirrur nga presidenca e radhës irlandeze pas krizës së migracionit në Suta. Maroku largon përgjegjësi nga vetja dhe thotë se kishte paralajmëruar Spanjën kohë më parë se të ndodhte eksodi. Tira tifoz, figura të shuara të futbollit dhe personaliteteve i dhanë lam të mirë në Franco Baresi, legjendës së Italisë dhe Milanit, i cili vdiq në moshën 66 vjeçare. Ceremonia u shoqërua me brohëritjet e tifozëve, të cilët këndonin "Ka vetëm një kapiten" dhe "Ti je gjithmonë Franco Baresi".